Jemi tash së bashku me pjesën e intervistave. Fillimisht kam trajnerin e skuadrës mysafire të Trepçës, Adis Beçiragic. Coach, your team didn't perform well in in 3 quarters. They tried to do something better in the 4th quarter, but you think the not playing aggressive in 3 quarters cost a lot for this game? First, congratulations to opponents. They make very important win for them. I believe that we didn't have either one player. Maybe one player was absolutely ready for the game. All other players were just like sleepy. I don't know why it's like that, and that was when you look our statistics, our shooters, our scorers, it's a terrible statistics, and you can't beat anybody with this way. And the second thing, the way they are scoring on easy points, they have so much more easy points than we have. On the end, you cannot beat anybody if you give the opponents easy points. They score, I don't know why it's like that. We must watch the video. They have almost 40 free throws, and my team has 20 free throws. But if you send opponents 40 times on the free throws, and you give them fast break points, on the end you lose the game. So we will work hard and try to play better next week. Also, Coach, thank you so much. I'm not keeping you that much. You explained everything what happened tonight. Thank you very much. Bye. Ishëm së bashku edhe me trajnerin Adis Beçiragic, që pyeta në fillim se mos loja shumë agresive e lojtarëve të tij në 3 çereket e para ndikoi në performancën në fund të lojës të Trepça. Ai tha që po nuk mund ta veçoj asnjë lojtar që ka luajtur në nivelin e tyre. Ai tha që ishim në të përgjumur në ndeshje dhe ishim të vëndshëm gjithashtu edhe në mbrojtje ku I lejuam edhe kundërshtarit të shënojnë pikë të lehta. Ashtu ai përmendi edhe mbrojtjen jo të mirë duke lejuar shumë lehtë edhe Yllit të fitoj edhe gjuajtjet e lira ku po më shpesh herë të shohim lojtarët e Yllit në gjuajtjet e lira, gjë që edhe kjo tha ishte një ndihmës e madhe për fitoren e Yllit. Ai gjithashtu edhe e uroi sigurisht skuadrën e Yllit për fitoren. Për të pritur tash edhe trajnerin Pipan, kryetrajnerin e Yllit.